Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi ngjarjet e fundit që kanë ndodhur në vend, por edhe aktualitetin politik dhe se ku po shkon vendi me ato që po ndodhin me Edi Ramën dhe njerëzit rreth tij. Për të folur për këtë çështje, ne kemi të ftuar zotin Kastriot Çipi, me cilin do të bisedojmë se çfarë e pret vendin tashmë, ku ka edhe një farë proteste në qytetet vendit kundrejt Edi Ramës, lidhur edhe me reformën territoriale. Zoti Çipi, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Çipi, nisur nga ajo që kemi parë në këto 60 ditë të protestës nga njëra anë, por edhe mënyra se si ka reaguar Edi Rama dhe ato ngjarje që po ndodhin rreth tij, a mendoni se po shohim fundin e Edi Ramës apo ai do t'ja hedh sërish edhe këtë radhë? A do t'ja hedh apo jo, këtë nuk e di. Po unë uroj që ky të jetë fillimi i fundit të Edi Ramës. Fundi i vërtetë i Edi Ramës mendoj që është ende larg, nuk është as pas një jave, as pas një muaji. Por sot kam më shumë shpresë se sa më herët, se sa madje edhe që në ditët e para të protestës. Dhe ky optimizmi im buron nga lajmi i dieshëm që në Poliçan, në një qytet që ne e kemi konsideruar gjithmonë një lloj Stalingradi i vogël i Shqipërisë, pra një vend ku votohet masivisht, sistematikisht Partia Socialiste, ka pasur protesta kundër qeverisë, kundër kryeministrit dhe kryetarit të partisë, që kanë kulmuar me djegjen e teserave të Partisë Socialiste, teserave të antarësisë. Për mua ky është lajmi më i mirë në Shqipëri në 2 muajt e fundit. Ndërkohë, edhe kryetari i Partisë Socialiste të Poliçanit ka dhënë dorëheqjen përmes një fjalimi që mbajti ditën e djeshme, ku dogjën edhe kartat e antarësisë. Po, kjo është ajo që quhet revolucion demokratik. Për këtë ka nevojë Shqipëria. Shqipëria nuk ka nevojë për një 97 të dytë, nuk ka nevojë për ballje me armë të palëve që mendojnë ndryshe. Ka nevojë që pikërisht këta njerëz që i kanë shërbyer me vetdije, pa vetdije, me interes, pa interes, këtij sistemi që kemi, sistemit bipolar, që na sjell në krye një herë Ramën dhe një herë Berishën, këta njerëz pra të rebelohen, të braktisin partinë e tyre, duke ndjerë veten për aq sa kanë votuar, përgjegjës edhe ata për gjendjen ku është Shqipëria. Gjithmonë vlen të thuhet më mirë vonë se kurrë. Unë nuk e kam parë as në ëndrat e mia më të bukura që socialistët e Poliçanit, të cilët po e theksoj i kam menduar si fanatik të Partisë Socialiste, dhe besoj që deri diku kanë qenë, ashtu siç ka socialist fanatik edhe në Vlorë, në Tepelen, në Gjirokastër ndoshta, pra janë rebeluar me inat, me zemrim kundër kryetarit të tyre të partisë. Djegja e teserës është një akt shumë simbolik, por shumë i fortë. Dhe nuk është një protestë thjesht ndaj kryetarit të partisë. Është thyrje e plotë e besimit për atë që ka bërë partia si e tërë, jo thjesht kryetari. Se ndryshe ata do dilnin do kërkonin dorëheqjen e Edi Ramës si socialist. Pra, jemi antar të partisë, duam dorëheqjen e Edi Ramës nga kryesimi i partisë, apo duam votim, zgjedhje në parti. Jo, ata kanë braktisur partinë. Dhe për mua ky është një gjest fantastik që do të ishte një mrekulli nëse do të pasojë nga gjeste të tilla nga demokratët. Demokratët që e kanë kuptuar që Berisha është gjysma e problemit, është ana tjetër e medaljes, do duhet bëjnë njëjtën gjë. Të rebelohen ndaj një kryetari që zgjedhet kryetar pasi ka humbur zgjedhjet dhe pa kandidat alternativ, pra në një garë false, tipike me ato që bëheshin në komunizëm, apo që ka bërë Erion Veliaj kur është zgjedhur herën e parë kryetari i G99-s, duhet të thënë që është zgjedhur dhe ai pa kandidat alternativ. Është koha pra që demokratët të thonë stop, kjo nuk mund të jetë parti demokratike. Ku kryetari vendos një nen statut që thot kryetari i partisë që ka humbur zgjedhjet largohet automatikisht dhe nuk e zbaton i pari, sepse humbi zgjedhjet vitin e kaluar, dhe pasi nuk e ka zbatuar statutin, na rikthehet në krye të partisë pa kandidat alternativ.
Për mua, unë e kam thënë shpesh, do të vazhdoj ta them të gjithë socialistët që vazhdojnë të militojnë Partinë Socialiste, pas gjithë këtyre që ka bërë Edi Rama, pas gjithë këtyre talleve që i ka bërë shpresave mundit punës edhe djersës tyre, dhe pas talljes që bën Sali Berisha nga rizgjedhja në thonjza, se s'është rizgjedhje, rimarrja pra e kreut të Partisë Demokratike në fund të majit të këtij viti, të dy palët janë fajtor për çdo ditë e më shumë që rrin ato parti. Shqipëria nuk ka nevojë thjesht të rrëzojë Edi Ramën, ka nevojë të rrëzojë gjithë këtë sistem të partive të vjetra që na ka sjellë deri këtu. Këtu përfshi edhe LSI-n, është edhe ajo një parti që duhet të dalë nga fusha, dhe idealja fare do të ishte një koalicion partish të majta dhe të djathta që hynë në zgjedhjet e ardhshme si një i vetëm për të rrëzuar sistemin, të marrë shumicën e votave dhe pastaj le të ndahen partitë sipas interesave, sipas ideologjive, nëse do të kenë ideologji, megjithëse unë nuk besoj më të asnjë lloj ideologjie. Zoti Çipi, ka pasur protesta edhe në Prenjas, në Belsh, por edhe në Patos. A mendoni se pavarësisht faktit që këto janë qytetet vogla, pra nisur nga pesha e tyre sa i përket numrit protestuesve, por edhe zëri që mund të dëgjohet, në aspektin simbolik, a mendoni se këto protesta mund të vinë të zjerohen dhe mund të arrënojnë nga brenda Edi Ramën? Po, potenciali është, shpresa është, njerëzit këtë radhë duket se kanë kuptuar që kur i merret burimi i ujit, kur nuk i bëhet një rrugë apo kur i prishet një rrugë, kur i mbyllet një shkollë nëntëvjeçare, apo kur ra shëndetësore e ashtu quajtur që është katandisur vetëm me një kasolli që s'ka as infermier, transferohet gjysmëore larg me makinë apo më larg, kanë kuptuar që duhet të reagojnë vetë, duhet të protestojnë dhe të kërkojnë rikthimin e dinjitetit dhe drejtave të tyre pa përfillur partitë në opozitë apo partitë në pushtet. Është shenjë se njerëzit e kanë kuptuar tashmë se të gjitha partitë e vjetra janë pjesë të njëjtës skemë, të njëjtës lojë, të një opozite gjoja që thjesht legjitimon qeverinë në vjedhjet që bën. Sepse Edi Rama mund të shkojnë në çdo kanceleri europiane dhe të thotë në Shqipëri ka zgjedhje, unë fitova zgjedhjet, njerëzit protestojnë por është e drejta e tyre, por tek e fundit unë jam aty me votat e 800.000 shqiptarëve. Këto lloj protestash tregojnë që Rama edhe nëse ka marrë 740.000 vota sa pretendon ai që ka marrë në zgjedhjet e fundit, edhe nëse zgjedhjet po pranojmë sikur kanë qenë të ndershme dhe të lira, dhe i ka fituar pra me merit Rama 740.000 vota. Këto protesta tregojnë që ka gryrje dhe ato vota Rama nuk i ka më. Shikoni, ka pasur një debat në Shqipëri në vitin 96, nëse Partia Demokratike, pavarësisht akuzave për manipulime në zgjedhjet e 26 majit 96, i fitoi apo jo zgjedhjet. Unë hy tek njerëzit që qysh atëherë edhe sot vazhdoj të besoj që Partia Demokratike i ka fituar ato zgjedhje, por jo me atë rezultat. Pra, jo me atë shumicë ekstreme mandatesh që fitoi diku 95 zona në 115 që ishin gjithsej, zona zgjedhore majoritare. Kjo konfirmohet dhe nga fakti që në zgjedhjet e tetorit që u zhvilluan në atë vit, Partia Demokratike i fitoi sërish zgjedhjet. Dhe zgjedhjet e tetorit, opozita dhe komuniteti ndërkombëtar i pranuan rezultatin, nuk thanë që ka deformim të rezultatit për shkak të manipulimeve. Por 6 muaj më vonë, Partia Demokratike kishte humbur kontrollin përmes qeverisë së saj, sigurisht, kishte humbur kontrollin e gjysmës territorit të vendit. Dhe vendi shkoi në pragun e një lufte civile që shpëtoi vetëm nga ndërhyrja ndërkombëtare. Kam përshtypjen që jemi në të njëjtën situatë. Erozioni i votave është masiv. Njerëzit që janë të zhgënjur nuk janë vetëm demokrat apo njerëz pa parti si puna ime, por janë edhe socialist. Unë jam i bindur që në çdo protest nga ato që përmendet ju në Prenjas apo në vende të tjera, kudo ku protestojnë njerëzit për ndarjen territoriale, për burimet, për kullotat apo për pyjet që nuk po ja jep qeveria ose po ja merr, apo për paketën e maleve, kudo ka edhe socialist. Socialistët po kuptojnë që ideologjia e ka vlerën në tavolinë, të ajo që ti ha.
Kur ti s'ke buk, ideologjia nuk I duhet as drejtit. Prandaj e shoh me shpresë dhe besoj se këto lloj protestash po ja afrojnë fundin Edi Ramës. Në këtë rast, a mendoni se Edi Rama e ka kuptuar që mund të rrëzohet nga vetë socialistët dhe gjithë struktura e tij e partisë politike mund të përçahet nga brenda dhe për këtë arsye ka nisur edhe atë që e ka cilësuar si besa një javë më parë dhe ditën e djeshme I shtoi dhe një aneks tjetër duke e quajtur prania besnike në mbledhjen me drejtuesit e Partisë Socialiste. Në këtë rast, a ka gjasa që vetë Edi Rama të rrëzohet nga vetë socialistët? Shiko, teorikisht është e mundur. Me kushtetut, në Rama, nëse I kërkohet mocion mosbesimi dhe e votojnë pro 71 deputet, Rama I bie që të mos jetë më kryeministër, por e para kjo është që të ndrosh shumë. Ta teprosh me ndrrimin dhe të lugjesh ka dëshira, jo nga faktet. Unë e kam vështirë të besoj se brenda grupit parlamentar të Edi Ramës do të ketë 20 deputet që do të tërhiqen. Pra do të heqin mbështetjen e Edi Ramës. Nga ana tjetër, edhe nëse e rrëzon Edi Ramën me mocion mosbesimi, për shkak të modifikimeve që I kanë bërë kushtetutës dy ushtallarët e sistemit Rama dhe Berisha, Rama nuk bie derisa nuk është zgjedhur një kryeministër I ri. Dhe një kryeministër I ri do të jetë shumë e vështirë të bëhet me pra të gjejë konsensusin e 20 deputetëve të PS-s plus deputetëve të opozitës. Që shkohet tek një zgjidhje tjetër, duhet patjetër kontributi I Edi Ramës, pra Edi Rama të kërkojë zgjedhjet parakoshme. Ti kërkoj presidentit shpërndarjen e kuvendit. Unë nuk e besoj se e bën këtë Rama. Unë nuk e besoj se Rama është aty për të reflektuar. Nuk është se nuk I kupton Rama ato që po ndodhin, I kupton shumë mirë. Por Rama është kaq I kapur sa që do të vazhdojë me agjendën e vet deri ditën që do të ketë mundësi të jetë fizikisht në zyrë. Unë nuk mendoj se ka çështje as ndërgjegje, Rama s'ka ndërgjegje fare, nuk e di kur I me shtëpi ndërgjegje. As çështje llogarie për të ardhmen e Partisë Socialiste. Nuk është se Edi Rama mund të jap dorëheqje për të shpëtuar Partinë Socialiste, sepse I dhimbset Partia Socialiste. Edi Ramës nuk I dhimbset djali I vet, jo I dhimbset Partia Socialiste. Edi Rama kur të iki do të bëjë një ikje jo të butë, do të bëjë një ikje të fortë me arratisje nga Shqipëria dhe me siguri do të kërkojë azilin në Izrael. Kështu që të ndodh kjo që thoni ju, është pak rrugë e gjatë, do duhet që të ketë një erozion masiv, një hemoragji masive nga Partia Socialiste, dhe në këtë rast unë do të shikoja me interes nëse do të ketë përpjekje për ngritjen e një partie të re të majtë, sepse këta njerëz ndoshta vazhdojnë të besojnë që janë të majtë, që ekziston e majta, dhe ndoshta do duan një parti të majtë. Dhe pse jo eksponent që kanë qenë më simpatik, më të ndershëm, më pak të akuzuar për korrupsion, më pak servil të kryetarit në të kaluarën në Partinë Socialiste, do të ishte e mira të bashkoheshin dhe të krijonin një parti të re socialiste, apo ta quajnë si duan ata, që I merr votat kësaj partie që është. Kjo parti duhet zhduket, kjo që është. Unë nuk e mendoj se mund të ribëhet më kjo parti. Siç nuk e mendoj se mund të ribëhet më Partia Demokratike, kur mendoj se çfarë lloj servilizmi të pështirë shikon atje përpara kryetarit. Se nuk është çështja se largove kryetarin, I largove Edi Ramën, I largove edhe Sali Berishën. Po të gjithë këta që kanë qenë servil deri dje do marrin vota këta, do kenë këta fytyrë për të folur me gjuhën e thjeshtë të qytetarit, do të kenë këta fytyrë të dalin përpara elektoratit të kërkojnë vota. Unë nuk e besoj dhe nuk e dëshiroj këtë gjë. Unë dëshiroj që këto dy parti të kalojnë në analet e historisë. A do të ndodh e gjitha kjo është ende herët për ta thënë, por shenjat e djegjes së teserave të partisë në Poliçan janë jashtëzakonisht shpresdhënëse. Zoti Çipi, ndërkohë një nga njerëzit që ishte shpallur në kërkim dhe I njohur për aferën e Akshit, Ermal Beqiri, është kapur në Francë duke fluturuar mbi një nga centralet bërthamore dhe autoritetet franceze tashmë e kanë në duart e tyre. Çfarë pritet të ndodh tashmë pas arrestimit të Ermal Beqirit? A mendoni se ai mund të zbërthehet për policinë franceze atje?
Të them të drejtë nuk e di. Ajo që më bie në sy mua është që del prokuroria dhe thotë që ne e dinim se ku ishte, po nuk na thotë pse nuk e kishte arrestuar kur e dinte se ku ishte. Po, aq më tepër që Pra i s'ka bie më që pajisje nuk ka përgjimi. pasur bashkëpunim. Mirë, pra, po i bie që ka pasur mungesë vullneti nga policia franceze, se nëse ti e di ku është, ja thua policisë se një vend i alat dhe ndodhen në të kërkuarit dhe policia nuk e arreston, këtu ka një gjë që nuk shkon. O gënjen prokuroria jon, Spaku, dhe nuk i ka pasur të qartë ku ka qenë vendodhja dhe itinerari i lëvizjeve të Beqirit, ose na e pas kësht mbrojtur policia franceze dhe gjithçka ka shkuar për drejt vetëm për shkak të atij incidenti që ai ka fluturuar mbi një central bërthamor. Nga ana tjetër, unë vazhdoj të jemi habitur se si njerëz që janë kërkim nuk janë të fshehur diku në një bodrum, në një shtëpi të braktisur apo me identitete false, po janë me avion privat. Mos harrojmë se këta janë zyrtar të një shteti jo fort të pasur. Dhe gjitha kjo më le dyshime të mëdha, po do të presim e do të shohim, ajo është një çështje në hetim. Se sa do ta hap gojen ai, besoj që varet se sa i sigurt do të ndjet ose sa i kërcënuar do të ndjet për jetën e vet. Në Shqipëri ka tashmë qarqe kriminale që nuk i lën gjë mangut organizatave të famshme italiane, Cosa Nostra, Sacra Corona Unita apo Ndrangheta. Pra, kur përfshihesh në ato nivele me ato shuma parash, kur përfshihesh indirekt apo direkt në pengmarrje personash për arsye të konkurrencës pandershme, unë besoj që jeta jote nuk është e sigurt as në burg, as atje ku je, nëse flet. Unë nuk besoj për shembull se do të flas ndonjëherë as Belinda Balluku, edhe nëse arrestohet. Ashtu se shkojnë në burg Al Capone për evazion fiskal, edhe këta do të përfundojnë me burg për vepra të tjera penale për afate shumë të shkurtra. Zoti Çipi, sot është thirrur në SPAK ish-zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, së cilës do t'i komunikohen zgjidhja e hetimeve, por mund t'i komunikohen edhe akuza të tjera. A mendoni se Edi Rama mund ta lëshojë Belinda Ballukun për të shtensionuar deri diku situatën, apo do të vijojë ta mbajë atë në mënyrë që kjo e fundit të mos e fundos dhe ta marrë me vete Edi Ramën? Jo, nuk do ta lëshoj për shkak se lidhja me të është shumë e gjatë. Unë nuk mbaj mend se ka punuar Belinda Balluku në Ministrinë e Kulturës kur Edi Rama ka qenë ministër në vitet 98-2000, por jam i bindur që ka qenë në stafin e Ramës, qysh në Bashkinë Tiranë, qysh në fillim të karrierës së Ramës atje, siç ka qenë edhe Ogerta Manastirliu. Të kesh qenë pranë Ramës, ka qenë shef e kabineti, nuk ka qenë thjesht një zyrtar i bashkisë. Të kesh qenë pranë Ramës 26 vjet, nuk është e lehtë shkëputesh. Ajo ka dieni për çdo aferë korruptive të Ramës. Dhe sigurisht që nëse ajo flet e hedh ndonjëherë Ramën, po çështja është që pakti me sa duket është ky, unë do të mbaj aq sa kam unë fuqi dhe ti nuk do flasësh për mua. Këtu është vendi të themi që nëse mund të shpresojmë në një erozion të Partisë Socialiste, në një gryerje nga brenda, ky mund të ishte një nga treguesit më të mirë. Pra që disa vota të deputetëve socialistë të shkojnë për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Një lloj distancimi, sepse kur ti ha kumblla dhe dardha, prapa kurrizit tim nuk ka pse unë të bëj mbulesën ty, të të mbroj ty. Deputetët socialistë duhet të kuptojnë që jeta nuk mbaron me këtë legjislaturë dhe nëse do duan të kenë karrierë, do duhet që dikur të shkëputen edhe nga Rama dhe nga Belinda Balluku. E përsëris, a do të ndodh kjo, nuk e di. Unë shpresoj dhe uroj që të ndodh, por nuk jam i bindur se do të ndodh kjo. Pra nuk e shoh dot në një të ardhmë të afërt arrestimin e Belinda Ballukut. Ndërkohë, para disa ditësh, Kuvendi miratoi me urgjencë një marrëveshje prej 302 milion dollarësh me Shtetet Bashkuara të Amerikës sa i përket armatimit të Shqipërisë me pajisje ushtarake
nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në këtë rast, apo përpiqet Edi Rama që të afrohet me presidentin amerikan Donald Trump duke i bërë këtë koncesion, duke qenë se Zvërneci dhe Sazani doli nga kontrolli? Jo, nuk besoj se ka lidhje me Trumpin. Prodhimi i armëve në Amerikë është tërësisht i privatizuar. Shteti Amerikan ka të drejtën të lejojë ose të bllokojë shitje armatimi për arsye strategjike. Ti nuk mund të japësh armët e avancuara amerikane cilit do shtet në botë, sepse kështu mund të kërcënosh sigurinë e Amerikës. Pra kjo është e vetmja lidhje. Shteti Amerikan, duke qenë se ne jemi vend antar i NATO-s, miraton ose nuk miraton, në këtë rast më sa duket ka miratuar blerjen e disa pajisjeve ushtarake. Unë mendoj që kjo është një nga shumë marrëdhëniet e ndyra që Edi Rama vendos. Keni parasysh që kjo është marrëdhënie huaje, është borxh. Pra ne nuk po i blejmë sot për sot, nuk po likuidohemi sot me ato, po firmosin një marrëveshje borxhi, dhe ne nuk e dim sa është përqindja e interesit këtij borxhi, dhe natyrisht nuk e dim as sa kujt ja kemi këtë borxh. Fakti që marrëveshja u mbajt sekret më bën të dyshoj se ka ndyrësi të tjera të përfshira që nuk kanë lidhje me idealin e mbrojtjes së atë-dheut, siç mundohet ta paraqesë Edi Rama, dhe nuk ka lidhje as me marrëdhëniet tona me NATO-n dhe me SBA-n. Zhvendosja e debatit në rrafshin e simpatisë apo të dashurisë që duhet kemi për Amerikën edhe për Donald Trumpin, dhe në interesin që duhet kemi, që është interes legjitim, mbrojtja e atë-dheut. Absolutisht Shqipëria ka nevojë për armatime. Shqipëria rrethohet nga fqinj jo miqësor, të cilët janë të armatosur gjerë në dëm. Dhe Shqipëria sigurisht duhet armatoset. Po Shqipëria nuk ka pse armatoset me marrëdhënie me transakcione financiare sekrete. Ashtu siç për të blerë vaksinat anti-Covid nuk duhet kishte marrëdhënie konfidenciale, sekrete. Se çfarë armatimesh blen Shqipëria nuk është fare sekret. Botohen nëpër revista ndërkombëtare të specializuara që i ndjekin çështjet e ushtrisë dhe të luftës. Një zëvendësministër këtu i ka cituar pajisjet që do të blien, sekrete është marrëveshja financiare. Dhe në këtë drejtim unë mbështes gjestin e deputetit Agron Shehaj. Asnjë deputet nuk duhet të votojë një marrëveshje që nuk e ka lexuar. Po, sepse pjesa më e madhe e deputetëve zyrtarizimi i rikthimit. Më falni që po ndërpres, pjesa më e madhe e deputetëve asnjë e kishin lexuar, po. Po pra, po ky është as më shumë as më pak rikthimi edhe formalisht te kuvendi Ramiz Alis dhe Enver Hoxhës. Sepse në ato kuvend nuk lexoheshin fare ligjet. Nuk lexoheshin as për ceremoni. Thjesht citohej që sot po votojmë ligjin kaq dhe aq për këtë qëllim. Asnjë deputet në sallë nuk e kishte lexuar ligjin, ngrini gjithë dorën, bëi sikur numëroi vota, edhe thuaj u miratua ligji me unanimitet të plot, dhe sapo kryetari i seancës thoshte këtë, ngriheshin 250 deputet, sa aq kishte atëherë, ngriheshin gjithë në këmbë dhe fillonin mbrojëristin, parti, Enver, jemi gati kudoherë. Kjo është situata tani, me ndryshimin që nuk bërtasin partiet vinë, jemi gati në thullim, ku diun se mund të shpikin këta socialistët. Zoti Çipi, ndërkohë ka pasur një akuzë nga një eurodeputet çek, sipas të cilit Edi Rama është duke transferuar para jashtë vendit përmes familjarëve të tij. Ju si mendoni sa qëndron një deklaratë e tillë dhe a mund të ketë fakte konkrete në këtë rast? Unë besoj që Rama e ka bërë këtë gjë sistematikisht që kur është bërë ministër kulture. A ka mund prova? Jo. A ka deputeti çek prova? Nuk e di. Ato e di ai dhe institucionet të specializuara të inteligjencës financiare në Poloni apo në BE. Nëse do të ketë ndonjëherë hetim, besoj që do të jetë hetim i gjatë dhe i komplikuar. Dhe nuk besoj se Rama është kaq budalla që t'i ketë çuar paratë dhe t'ia ketë dhënë dikujt në një mënyrë që të gjurmohet lehtë. Besoj që ai ka bërë një zinxhir të gjatë transferimesh përmes atyre që quhen kompani Guacka ose offshore për shkak se janë përtej brigjeve të kontinentit nëpër parajsa fiskale.
Po kemi parasysh që një lloj parajsje fiskale sot kemi edhe në Europë, se përveç Kiprës kemi Hollandën, ku me sa duket është shumë e thjeshtë krijosh kompani, me atë kompani të krijosh një kompani tjetër dhe pastaj të fitosh para me tendera në Shqipëri. Kështu që nuk e di a do të hetohet ndonjëherë, po sigurisht me rënien e tij ai duhet vjetën të hetim. Po kjo do të jetë rrugë e gjatë, nuk e besoj se do të rikuperohen ndonjëherë gjithë aparatë që Edi Rama ka vjedhur në Shqipëri. Sipas eurodeputetit çek, Bashkimi Evropian është duke e ndjekur nga afër një situatë të tillë dhe nisur nga ato çfarë ka ndodhur me Edi Ramën, përmendim këtu çështjet e Charles McGonigal në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe kërkesa nga një nga kongresmenët, në këtë rast Joe Wilson, për nisjen e hetimit të lidhjes së qeverisë shqiptare me trafikun e drogës apo lehtësimin që i ka krijuar trafiku ndërkombëtar të drogës. Dhe ndërkohë këto fakte të tjera që dalin, po themi, akuza nga element eksponent Bashkimit Evropian, a mendoni se Edi Rama në këtë rast është në piketimin e ndërkombëtarëve, jo vetëm në aspektin politik, por edhe ato juridik? Jo, nuk është, sepse po t'ishte, Rama do t'ishte sot i sinjumuar nga mediat ndërkombëtare, europiane dhe amerikane, por ato që i ka bërë këtij vendi në 28 vitet e karrierës tij politike, jo thjesht për flamingot e kuqe, buldozerët e Zvërnecit edhe projektin e Ivanka Trumpit dhe Jared Kushnerit në Sazan dhe në Zvërnec. Narrativa në mediat europiane dhe ato amerikane vazhdon prej 2 muajsh të jetë e njëjtë. Rama nuk akuzohet si diktator, nuk akuzohet si një njeri që ka korruptuar sistemin, nuk akuzohet si një ortak që ndan pushtetin me Berishën, nuk akuzohet si një autokrat që nuk lejon referendume, që blen zgjedhjet, që ndryshon kushtetutën si do qefi. Asgjë nga këto që thonë shqiptarët nuk e gjen nëpër mediat ndërkombëtare. Për shpopullimin nuk e akuzon askush. Prandaj unë vazhdoj të besoj se Rama është Benjamini, duhet ta themi në shqip, në anglishtën e sotme quhet darling, pra i dashuri, i përkëdheluri i medias europiane dhe amerikane, por edhe i politikanëve të majtë dhe të djathtë. Sepse Rama si tregtar flamujsh, atë po mundohem të them, se Rama si tregtar flamujsh që është gati të përqafojë çdo flamur, ndërkohë që shkel me këmbë flamurin e vendit vet, flamurin shqiptar. Rama është avokati më i madh i të drejtave LGBTQI ndër kryeministrat europian. Gjithmonë në kontekstin ku ndodhet, sepse Shqipëria nuk është Hollanda. Pra Rama ka guxuar shumë në kontekstin shqiptar. Rama është avokati më i madh i politikave të gjelbra. Rama është ai që nuk po shqetësohet për rënien e numrit krerëve të baktive në gjithë Shqipërinë, për braktisjen e tokave bujqësore, përkundrazi po a merr tokat bujqësore fermerëve për t'i kthyer në panele diellore dhe në mbullim me erë. Rama është mbështetësi i fortë i Ukrainës, ai që ka retorikën ndër më të ashprat në Europë kundër Rusisë. Është mbështetës i jashtëzakonshëm i regjimit gjenocidal të Netanyahut në Izrael. Ka paguar para për të hyrë në bordin e paqes. Dhe më thoni ju, në cilën politikë globale është përfshirë Rama duke qenë kundërshtar i ndonjërs prej linjave të politikës globale. Unë nuk kujtoj ndonjëherë, jo në historinë e Shqipërisë, po as në listën e kryeministrave tjerë europian, për sa kohë unë ndjek politikën, një kryeministër që i ka marrëdhënie të grur njësoj edhe me Izraelin, edhe me Amerikën, edhe me Britaninë, edhe me të gjithë BE-n bashkë. Dhe me vendet anëtare tek e tek. Më fal, shto edhe Turqinë. Shto edhe Kinën. Në Shqipëri vin makina elektrike kineze me 0 dogan. Si? Me Turqinë duket se nuk i ka raportet. Po, me Turqinë duket sikur nuk i ka raportet ashtu si dikur, të paktën me Erdoganin. Pse? Po, unë nuk shoh ndryshime. Llafen e për portale mund të gjesh sa duash, jo por se si ja dha dorën, jo por nuk e mbështeti për të bërë samitin e NATO-s në Tiranë. A thua se vendos vetëm Erdoani, duhet bëhet samiti i NATO-s në Tiranë apo jo? Unë nuk shoh ti këtë prishur punë as Erdoanit ai.
Nuk e shoh, sinqerisht nuk e shoh. Nuk e shoh konflikt me askënd. Ku i keni mediat turke që të flasin kundër Ramës? Se që t'jesh kundër Erdoganit, do kesh një jahon në mediat turke. Ka ca media që e mbështesin Erdoganin. Apo jo? Nuk flasin. Foxi që është pranë Trumpit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, s'është kundër Ramës. S'ka qenë as atëherë kur Rama ka thënë ato bënxyrat që ka thënë. Kujtohet besoj, se e ka thënë në mënyrë përsëritur. Qofse fiton zgjedhjet Donald Trump është fatkeqësi për botën edhe për Shqipërinë. Po, në 2015, po. Nuk u prish punë politikanëve fare retorika. Retorikat politikanët i bëjnë për mua dhe për ty. I bëjnë për popullin, i bëjnë për të marrë votat që duhen dhe për të krijuar kaosin në poshtë tek qytetarit, që qytetarit mos di se cilët narrativ të besojë dhe mos di çfarë rrugë të ndjek. Politikanët në maj e gjejnë gjuhën gjithmonë me njëri tjetrin. Duhet të ketë një gjë shumë të fortë, shumë ndarëse, shumë të rëndësishme që politikanët të futen në konflikt real njëri me tjetrin. Duke u mbështetur te ky profil që ju ndërtuat për kryeministrin Edi Rama me shumë të drejtë, a mendoni se edhe në raportet me Serbinë Edi Rama është po i njëjti ashtu siç vepron me vendet e tjera, teksa në takimin e fundit mes ministrit të jashtëm Ferit Hoxha dhe Gjurić të Serbisë është vendosur për hapjen e konsullatës serbe në Shkodër. Në këtë rast, çfarë po ndodh? Çfarë interesi ka Serbia që kërkon të hap një konsullat në Shkodër dhe nga ana tjetër pse Edi Rama është kaq kokulur kundrejt Beogradit, ku edhe sa i përket deklaratës së ministres serbe se do ta spastronte etnikisht Kosovën më shumë se Miloševići, Edi Rama e mori me ironi se sipas tij nuk merret me çyryk që flasin broshkulla në Beograd. Unë e thash më parë që Edi Rama është tregtar flamujsh që mund të mbajë çdo flamur në dorë, ndërkohë që shkel me këmbë flamurin shqiptar. Dhe në këtë listë flamujsh që Rama mban në duart e tij nuk ka pse bën përjashtim flamuri serb. Fakti që ai pranon që të hapet konsullat serbe në Shkodër do të thotë që nesër do të pranojnë që në Shkodër ekziston një komunitet, një pakicë serbe. Pra do të lejoj që të kenë sukses përpjekjet serbe për të shpikur serb aty ku nuk ka, për të konvertuar shqiptarë ortodoks në si ta quajmë, në serbizëm, ti serbizoj pra shqiptarët ortodoks. Sepse Rama, duke mos e dashur këtë vend, duke qenë dakord që ky vend të shpopullohet, për të nuk ka më rëndësi nëse këtu banojnë serb, grek, indian, bangladeshas, botë që mos ketë më shqiptarët e Shqipërisë, të quhet thjesht territori Shqipërisë, po jo më shteti komb i shqiptarëve. Në këtë frymë kam parë edhe heshtjen e tij apo gjoja zhvlerësimin e deklaratës së ministres serbe. Ajo mund të jetë e çmendur, po ajo është ministre dhe ajo është antare e partisë së kryeministrit, më falni, presidentit, të cilin Rama e quan vëlla. Dhe sado i çmendur të jetë një politikan, mund të jetë edhe realisht i çmendur me kartel, psikiatrie. Për sa kohë është në detyrë, ti do të bësh reagimet e tua shumë të forta. Do ta shpallësh në ngrata. Do të thrasësh ambasadorin. Do t'i kërkosh kryeministrit të vendit tjetër ta heq atë ministër nga qeveria. Dhe nëse shteti tjetër këto nuk i bën, ti fillon dhe ngrin marrëdhëniet, i çon drejt ftokës marrëdhëniet në gjithë shtetin. Për ndryshe ti nuk je një shtet serioz, për ndryshe ti nuk je një qeveri që do vendin e vet. Kaq e thjeshtë është. Kjo nuk është deklarata e parë që kanë bërë ministrat serb apo politikanët të tjerë serb. Ne nuk duhet të harrojmë që ky që sot është president, vllai i Edi Ramës në Beograd, kur ka qenë ministër propagande i Miloševićit, ka thënë me zë të lartë në Kongres të guxojnë perëndimorët të vrasin një serb dhe ne do të vrasim 100 musliman. Po. E ka thënë ky Vučić. Dhe ne ulemi në tavolinë me këtë njeri. Jo vetëm ne, jo vetëm Shqipëria, fatkeqësisht edhe Kosova. Për mua s'do të kishin pranuar kurrë dialogun me një njeri të tillë.
Jo më ta shpallim vlla e të bëjmë odvoreni Ballkan, se i pëlqen Edi Ramës. Odvoreni Ballkan, të shkoj unë lirshëm në Serbi, ndërkohë që nuk e kam rrugën të lirshme për Kosovë. Për Preshev me Dvegje Bujanocas bëhet fjalë. Zoti Çipi, çfarë po ndodh në marrëdhëniet mes Albin Kurtit dhe Edi Ramës në këtë rast, dhe a mendoni se mund të ketë një përplasje që mund të kulmojë në një moment caktuar, nisur edhe nga akuzat indirekte që Edi Rama ka bërë kundrejt Albin Kurtit, se është duke sjell njerëz të tij në protestë para kryeministrisë? Ta filloj nga fundi, kjo është një marrëzi totale, një gjë qesharake. Kjo që akuzon Albin Kurtin. Kjo është thjesht të mos pranosh realitetin, që ai e di shumë mirë që është ashtu, që njerëzit nuk e duan. Ata që kanë dalë në protestë kanë dalë si u ka ardhur shpirtin më të hundës. Dhe i ka ardhur më të hundës për shkak të atyre që ka bërë Edi Rama, jo për shkak të atyre që mund të ketë thënë Albin Kurti apo të dërguarit e tij. Albin Kurti e tentoi një herë të merrte pjesë në zgjedhje, krijoi një entitet juridik këtu që quhej Qendra Vetvendosje, u fut dhe ai është efekti që ka Albin Kurti në Shqipëri. Më pak se 1%. Nuk e mbaj mend se sa, po ishin shumë pak vota që mori, nuk nxori asnjë deputet. Kështu që edhe po të donte, unë nuk e di a do Albin Kurti të rrëzoj Edi Rama, nuk e besoj se do, po edhe po të donte, nuk ka shans të ndikojë Albin Kurti në rrëzimin e Edi Ramës. Përkundrazi, Edi Rama po përpiqet mes njerëzve të vet, atyre që e mbështesin në Kosovë, fatkeqësisht edhe Ramush Haradinaj, ka bërë ai një deklaratë të turpshme. Jo aq të turpshme sa ajo e Ali Ahmetit, por gjithashtu e papranueshme edhe deklarata e Haradinajt. Pra, Rama po mundohet ta zhvendos narrativën që të favorizojë këta të tjerët, dhe këta e mbështesin, Haradinaj me shok, gjithë kundërshtarët e vetvendosjes, e mbështesin duke thënë që nuk duhet marrin pjesë në protestën e Tiranës, apo të mëtojmë turizmin, po prishim imazhin e Shqipërisë, po i shërbejmë të huajve, apo tek e fundit thjesht nuk duhet protestojmë, se është një shtet i pavarur. Shqipëria me kushtetutë është shteti i gjithë shqiptarëve kudo që janë. Dhe në këtë sens u lindë drejta të gjithë shqiptarëve që të luftojnë për ta mbrojtur Shqipërinë ashtu siç dinë ata. Aq më tepër shqiptarët që kanë pasaportë shqiptare, qofshin këta banor dhe rezident dhe mbështetas të Maqedonisë Veriut apo të Kosovës, nuk ka pikë rëndësie. Nëse je me pasaportë shqiptare, siç ke të drejtë votit, ti ke të drejtën e protestës. Se si do të shkojnë marrëdhëniet midis Ramës dhe Albin Kurtit, unë nuk e di, unë gjithmonë kam menduar dhe vazhdoj të mendoj që kanë të njëjtin kumbar, kanë George Sorosin kumbar, dhe ai mund t'i pajtojë kur të dojë, siç i ka pajtuar kur ka dashur. Pra dyshoj se është një teatralitet ky lloj konflikti në distancë Rama-Kurti. Zoti Çipi, dhe pyetja e fundit, nisur me sezonin e ri politik, por edhe me uljen e temperaturave, a mendoni se protestat do të intensifikohen deri në atë fazë sa që Edi Rama mund të largohet nga qeveria brenda këtij viti, apo do duhet presim edhe më shumë që ai të bjerë? Brenda këtij viti, them si të drejtën nuk e besoj. Nuk e besoj sepse nuk ka kohë. Siç u shpjegova, kushtetuta ja mundson atij të rrinë detyrë derisa të jetë emëruar një kryeministër tjetër. Dhe unë e shoh të vështirë gjetjen e 71 votave që i duhen opozitës për të emëruar një të ri. Hajt po themi se bëhen votat për të rrëzuar Ramën dhe Ballukun. Por që të bjerë Rama de facto, sepse ai mbetet ushtrues detyre, edhe nëse humb mocionin e besimit apo të mosbesimit. Mbetet ushtrues detyre derisa nuk është zgjedhur një tjetër. Pra kushtetuta sot nuk parashikon zgjedhjet parakoshme kur bie qeveria. E kanë hequr opsionin e zgjedhjes parakoshme. Dhe nuk ka më kompetencë presidenti të shpërndajë kuvendin, siç ka pasur përpara. A do të ndodh, sidomos brenda vitit, nuk e besoj se do të ndodh, nuk e besoj se do të ketë një përshkallëzim kaq të shpejt të situatës. Keni parasysh në 60 ditë protesta, vetëm Mariana Koçeku është tërhequr. Ka 83 deputetët e Ramës, të tërhiqen edhe
15-20 të tjerë më duket pak e vështirë. Por unë do të doja që Rama të binte me një referendum që modifikon kushtetutën në pikën e kufizimit mandateve për gjitha postet kushtetuese. Askush në Shqipëri nuk duhet mbaj asnjë post për më shumë se 2 mandate. Dhe Rama është në të 4-tin, që do të thotë nëse referendumi fiton dhe unë jam i bindur që fiton, Ramës duhet të ndërpritet mandati. Dhe njëkohësisht me të njëjtin referendum duhet të ndalohet, praktikisht i ndalohet, Berishës të bëhet më kryeministër sepse i ka bërë 2 mandatet e Berisha. Unë do doja të ndodhte kjo. Pra, perspektiva më e mirë për Shqipërinë është që jo të largohet Rama dhe Berisha, po të vendosen rregulla që largojnë sot Ramën dhe Berishën dhe pa mundsojnë ardhjen në pushtet të një Rame të ri dhe të një Berishe të ri në të ardhmen. Prandaj dua ndërhyrjen kushtetutë, prandaj dua referendume, që këto gjëra të sigurohen jo vetëm për mua, po edhe për tim birë dhe për nipin tim. Nipin tim që s'ka lindur ende. Zoti Çepi, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj dhe uroj suksese për ju dhe për talin tuaj. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.